Piku i sezonit veror ka rikthyer edhe një herë në rrugët e qytetit të Vlorës trafikun e rënduar për shkak të përqendrimit të lartë të numrit të automjeteve. Kjo e hënë në qytetin bregdetar nisi mes trafikut në akset kryesore rrugore, por edhe në ato dytësore pati trafik të rënduar, duke e bërë tepër të vështirë që drejtuesit e automjeteve të qarkullojnë ato. Kjo javë e re në qytetin e Vlorës ka nisur me trafik të rënduar. Fluksi i lartë i turistëve të cilët kanë zgjedhur në fakt Bregdetin e Vlorës për pushime ka bërë që në shumë segmente rrugore të kemi trafik të bllokuar. Oraret me përqendrim më të lartë të trafikut rrugor janë ato ku pushuesit shkojnë apo kthehen nga plazhi, ndërsa segmentet rrugore me trafik më të rënduar janë ato rrugë që të çojnë drejt Bregdetit. Rrugët me më tepër trafik të rënduar ishin ato si aksi i Transballkanikës, rruga Kosova, por edhe lungomare. Tepër e vështirë për të ecur me automjet edhe në bulevardin e Vlorës, si edhe në aksin Vlorë-Radhej-Morikum. Edhe diela po ashtu përfundoi mes trafikut dhe kaosit të qarkullimit. Fluksi i lartë i pushuesve të cilët vizituan qytetin gjatë fundjavës bëri që në segmentet rrugore në zonat bregdetare të duhen orë për t'i përshkuar. Kthimi i pushuesve vendas në qytetet ku jetojnë dhe punojnë shkaktoi një kaos në qarkullimin rrugor në të gjithë akset rrugor përgjatë gjithë vijës bregdetare jugore. Në shtimin e trafikut në qytet ndikuan negativisht edhe punimet që po kryen në qytet në sezonin veror, riasfaltimi i rrugës Kosova në të cilin po punohet në pikun e sezonit veror dhe të trafikut.